Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kush pi kafe në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoj këtë, do ngeleni pa fjalë. Kafja është një ndër pijet më të konsumuara sot për sot. Do të bënit mirë mos ta ndryshoni këtë regjim, edhe pse gjithmonë është quajtur si një ilaç kundër gjumit dhe për të marrë energjitë e duhura për të përballuar ditën, e vërteta është se ka një përfitim edhe më të madh. Ulë rrezikun që do të kapi në dhimbjet e forta të kokës. Këtë e thot një studim i kohëve të fundit që ka shpjeguar se çfarë ndodh trupit nëse nuk konsumohet kafein nga një ditë në tjetrën. Efektet e kafes në trupin ton. Sipas një studimi të bërë në Universitetin Monash dhe të publikuar në revista shkencore, thonë se pirja e kafes në mëngjes do të ishte ilaçi më i mirë për të shmangur dhimbjet e bezdishme të kokës dhe njëkohësisht motivi është shumë i thjeshtë. Kafeina është një stimulues dhe ajo hyn shumë shpejt në organizëm dhe në qarkullimin e gjakut në tru, duke bllokuar kështu receptorët e adenozinës, një neurotransmetues i cili kontrollon mpirjen e aktivitetit cerebral duke i dhënë trurit dhe trupit një energji më se të mjaftueshme. Por ky zakon fillon dhe krijon varësi në momentin që nuk pi kafe sapo zgjohesh. Truri shkon në deficit dhe në raste të tilla ndihemi të lodhur, të irrituar, me humor të keq dhe me një rreth të fortë në kokë. Ndërkohë, ju duhet të merrni dozën e rekomanduar ditore të kafeinës, duke qenë se kështu jeni mësuar për çdo mëngjes. Do të bënit mirë të hiqni dorë vetëm në raste ekstreme, në mënyrë që dhimbja e kokës tuaj të jetë një kujtim sa më i largët. Është e vërtetë se ka diçka tepër shqetësuese gjatë konsumit të një filxhani kafeje. Është e vërtetë e mirë pirja e kafes. Studimet kanë treguar se kjo pije, kaq e preferuar në mbar botën, është mbushur me substanca të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të zemrës. Ajo përmban gjithashtu antioksidantë dhe njëkohësisht substanca të tjera të cilat do të ndihmojnë në zvogëlimin e inflamacionit të brendshëm dhe të mbrojë kundër disa sëmundjeve. Për më tepër, ne këtu do t'ju tregojmë të gjitha arsyet se pse kafja është një pije mjaft e shëndetshme gjithmonë në rast se nuk e teproni me të. Cilat janë përfitimet më kryesore të konsumit të kafes? Përtej rritjes së energjisë, mënyrat se si kafja ndikon në shëndetin tuaj është me të vërtetë pozitive. Studimet të zbuluan se ata të cilët pinë kafe kanë më pak gjasa që të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore si sëmundjet koronare të zemrës, goditjet në tru, diabeti dhe njëkohësisht sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mundet që të përpunojë akoma edhe më mirë nivelin e glukozës. Sipas informacioneve, kjo është teoria e cila fshihet pas studimeve që zbuluan se njerëzit të cilët pinë më shumë kafe kanë më pak gjasa që të preken nga diabeti i tipit 2. Zemra juaj ka mundësi që të jetë edhe më e fortë. Konsumi i 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e dobëzimit të zemrës. Ju do të keni më pak gjasa që të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans më të ulët të zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, por ajo gjithashtu mund të ndihmojë ata të cilët vuajnë nga kjo gjendje që të kontrollojnë akoma edhe më mirë lëvizjet e tyre. Mëlçia juaj do të jetë edhe më e shëndetshme. Ulëmtimet kanë treguar se ata të cilët pinë kafe kanë më shumë gjasa që të kenë një shëndet më të mirë të mëlçisë sesa njerëzit të cilët nuk pinë kafe. ADN-ja juaj do të jetë edhe më e fortë.
Kafeja e pjekur shumë zvogëlon dëmtimet e ADN-s të cilat ndodhin natyrshëm, por që mund të çojnë në sëmundje nëse nuk riparohen nga qelizat tuaja. Shanset për të prekur nga sëmundjet e zorrës së trashë do të ulen shumë. Studiuesit të zbuluan se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje kolorektale. Ju mund të ulni njëkohësisht rrezikun për të prekur nga sëmundjet e Alzheimerit. Konsumi 2 filxhan kafe në ditë mund të sigurojë mbrojtje të konsiderueshme kundër zhvillimit të kësaj sëmundjeje. Mundësi që të pësoni një goditje në tru gjithashtu do të ulen. Për gratë, pirja e të paktën 1 filxhani kafe në ditë shoqërohet gjithashtu me një ulje të rrezikut të goditjes në tru, që është edhe shkaku kryesor i katërt i humbjes së jetës pikërisht tek gratë. Pavarësisht se kafja ka këto efekte pozitive, ju kurrë nuk duhet të pini kafe esëll në mëngjes. Brightside tregon efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne konsumojmë atë me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo ju të dilni nga shtrati mund të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila më pas rezulton edhe në lodhje. Nëse ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, ju mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohe. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila më pas rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj do të humbas mineralet e tij akoma edhe më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafeinës herët në mëngjes mund të bëjë që ju të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotoj thithjen e hekurit magnezi dhe të vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin ton nervor. Shumë kafein gjithashtu mund të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato akoma edhe më të dobta. Mund të krijojë gjithashtu edhe probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë që të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe përrjedhoj. Shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës dhe kjo mund të shkaktojë shqetësime në stomak. Mund të çojë në shtim të peshës. Edhe pse kafja e zezë mundet që t'ju ndihmojë të ndiqni dhamin, ajo gjithashtu mund të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur ju nuk flini mjaftueshëm, mund të keni dëshira për ushqime të ëmbla. Shumë lloje kafesh, si pijet me kafe të përziera më ëmbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe kalori, duke u bërë shkak për shtim në peshë. Mund të përkeqësojë ankthin. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit një efekt nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin për disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj dhe kur dehidroheni është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.